Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usalli wa sallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinab. Allahu jalla wa ala falenderojm. Salavatet dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam I dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasojnë. Vëllezër, vazhdojmë të jemi në përshkrimin e vitit të 5 të hijretit të pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam. Kemi fol për 4 vitet e para dhe kemi fol për disa ndodhime madhështore të vitit të 5 dhe tashmë jemi në fund të vitit të 5 të hijretit të pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam dhe në fillim të ose në hyrje të vitit të 6 të hijretit pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe në muajin Shawwal, gjithsesi në muajin e 10 të kalendarit hijri, të vitit të 5 do të ndodh një ndër betejat më të mëdha brenda Medinës. Dhe si që kanë thënë plot prej dietarëve, kjo betej nuk është betej e humbjes së burrave dhe dështimeve në fush betej, por është betej nervash. Edhe detajet ose njohja e detajeve të kësaj beteje do ta bëj të kuptojmë se me të vërtet kjo betej është betej nervash dhe është betej e bindjes në premtimin e Allahut xhella xhelaluhu. Për këtë betej Allahu do të zbret sure me emrin e saj. Dhe për këtë betej Allahu xhella xhelaluhu do të zbret ajete të ndryshme në për sure të ndryshme të Kur'anit. Kjo është beteja e Hendekut ose beteja e El Ahzab. Shkaku pse është emërtuar si beteja e Hendekut është më se I kuptueshëm, nga se në Medinë është gërmuar një hendek, është hapur një hendek nga ana veriore e saj, edhe atë me propozimin e Selman el Farisit radhiyallahu ta'ala anhu. Betej kjo e cila për Selmanin, nëse ju kujtohet kur kena fol për Selmanin, ishte beteja e parë në të cilën ai do të merr pjesë si njeri I lirë, jo sklav. Edhe propozimi I tij do të merret ose do të pranohet nga I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe do të hapet një hendek në pjesën veriore të qytetit të pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam. Ndërsa sa I përket emërtimit të betejës si El Ahzab, dhe ky është emërtimi kuranor I betejës, kjo për shkak se fjala El Ahzab është shumë si I fjalës hizb. Wal hizbu do me thënë mbledhim, tubim, ose parti, ose fraksion. Ka për qëllim mbledhimin dhe grumbullimin e armiqve të Medines në një fraksion politik ose ushtarak, të cilët në numër të madh do ta sulmojnë Medinën. Dhe kjo kuptohet ka motivatorin e tyre, ka sebepin e tyre, ka udhëhecin e tyre, andaj Allahu të gjithë këta njerëz do t'i quan El Ahzab. Dhe këtë emër, Allahu xhelle wa ala do t'a përmend në Kur'an në disa vende. Madje vetë surja do t'a bart këtë emër, Suratul Ahzab. Thot Allahu xhelle xhelaluhu, "Walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzab." Dhe kur besimtarët I pan Ahzabin. Ahzab ka për qëllim kur e pan armikun të mbledhur dhe të grumbulluar në një komand. Sepse jemi të fol për Qurayshët në numër të madh, për fisin Ghatafan në numër të madh, për fisë tjera, edhe hebrejt nga ana tjetër, brenda Medinës dhe jashta Medinës, të gjithë të grumbulluar në një synim. Ajo është farosja e thirrjes së pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam nga Medinja edhe nga gadishulli arabik. Tha Allahu xhella xhelaluhu. Walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzab, dhe kur besimtarët I pan ahzabet, qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Kjo është ajo që na pat premtuar Allahu dhe I dërguari I tij alayhi salatu wasalam. Thot Allahu, wa sadaqa Allahu wa rasuluhu, dhe than të vërtetën Allahu dhe I dërguari I tij. Kët na e premtuan, çfarë na premtuan? Na premtuan që në moment kur ne do të çohemi me obligimin ton të urdhënimit të mirë dhe ndalimit nga e keqja, do të ketë njerëz të cilët do të bëjnë grupacione të ndryshme, të cilët do ta kundërshtojnë këtë rezistim tonin për drejtësi. Nga sa ata dëshirojnë që dynjaja të mbetet në padrejtësi, në errësi dhe zullum.
Andaj Allahu tregon për thënien e besimtarve. Walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzab, në momentin që besimtarët i pan ahzabet, qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Kjo është ajo që na pat premtuar Allahu dhe i dërguari i tij, alayhi salatu wasalam. Wa sadaqa Allahu wa rasuluhu. Dhe tha të vërtetën Allahu dhe i dërguari i tij, alayhi salatu wasalam. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dhe kjo gjendje nuk u ashtoi vetëm se imanin në Allahun dhe dorëzimin ndaj atij xhella xhelaluhu. Cila gjendje? Konfrontimi me armikun në rrethana të dobësisë nuk u ashtoi vetëm se imanin edhe dorëzimin. O Allah, na jemi dobët. A ka kush na nxjerr dikush prej kësaj situate përpos Allahut? Kjo është ajo që Allahu na pat premtuar. U ka shtu imanin dhe u ka shtuar dorëzimin ndaj Allahut xhella xhelaluhu. Tham që betejë ose fillimi i betejës ose fillimi i aktivitetit ushtarak do të fillon në fillim të muajit Shawwal, ai është muaji 10 sipas kalendarit hijri të vitit të 5 të hijretit sipas mendimit më të njohur dietarëve. Këtë e them që nëse lexoni diku ose nëse dëgjoni diku që kjo ka ndodhur vitin e 3 ose vitin e 4 të hijretit, mos çuditeni. Po ky është mendimi i shumicës dietarëve dhe Allahu alem është mendimi ndoshta më i vërtet. Dhe sikur se tham më herët, kjo betejë nuk është betejë e humbjes së burrave në fush betejë, po ishte betejë e qëndrueshmërisë dhe bindjes në premtimin e Allahut dhe ishte betejë nervash. Po pse erdhi deri te kjo betejë? Ne përmendëm disa beteja vëllezër, në të cilat kishte rrethana dhe detaje shumë të rëndësishme për zhvillimin tani më të jetës shoqërore në Medinë. Dhe ndikimi ose pasojat e atyre betejeve u dukshin Medinë. Tashmë e dim kush janë munafiqint, kush është xhamati i tyre, kush janë udhëhecit e munafiqinëve, e kështu gjë të cilën më para muslimanët nuk e dishin. Rinin me ata, hanin me ata, pinin me ata, dëgjonin prej tyre muhabete. Megjithatë nuk e dinin që këto muhabete do të lënë pasoja në jetën e muslimanëve brenda Medinës, sidomos gjatë lëvizjeve të tyre ushtarake. Tashmë ja, e din kush është Abdullah ibn Ubay, e din kush janë njerëzit më të afërt të tij, e din kush janë xhamati i tij e kështu me radhë. Beteja e Ahzabit ose e Hendekut do të ndodhë për shkak se fisi Banu Nadir dhe Banu Qaynuqa, të cilët ne i kemi përmend më herët. Kujti kujtohet, e kena përmend ajo? Se ne kemi thënë që në Medinë kishte 3 fise të mëdha hebrej, apo? I pari ishte Banu Nadir, Banu Qaynuqa dhe Bani Qurayza. Këto dy të para që i përmenda, Banu Nadiri dhe Qaynuqa, këto çka ndodhi me këta? Këto u dëbuan nga Medinja për shkak të tradhtisë së tyre dhe thyrjes së marrëveshjes së parë me ardhjen e dërguarit Allahut sallallahu alajhi wasallam. U nënshkrua një marrëveshje brenda Medinës, brenda fraksioneve të ndryshme të Medinës, mes arabëve, mes muslimanëve, mes gjithëve, mes hebrejve, kështu që të gjithë nënshkruan këtë marrëveshje, se ata janë bijtë e këtij vatani dhe duhet mbrojnë intereset e këtij vatani. Kush na sulmon neve, njërin prej neve, ka sulmuar gjithë prej nesh. Dhe tradhtia do të rezultonte me çfarë? Do të rezultonte me dëbimin e këtyre njerëzve nga Medinja dhe marrjen e drejtave të tyre si qytetar normal të Medinës. Dhe kjo ndodhi fillim me 2 fiset e para, Banu Qaynuqa dhe Banu Nadir. Mirë, po këto nuk qëndruan duar kryq, as nuk qëndruan rahat. Pasi dolën në Khajber, prijes të tyre do të shkojnë në Mekë që të negociojnë me Qurayshët strategjinë e re të luftës kundër Muhamedit alayhi salatu wasalam. Dhe do t'ju ofrojnë atyre me pasurinë që e patën për krahje ushtarake dhe për krahje në armatim. Deri në arritjen e synimit të tyre ishte shfarrosja e thirrjes së Muhamedit alayhi salatu wasalam. Dhe këtë e patën potencuar disa herë, mirë, po kjo do të kulminon me vizitën e krerëve të tyre në Mekë. Dhe gjatë diskutimeve dhe gjatë bisedave, dikush prej prijesve të Mekës do t'i pyet ata. Ju jeni ehlu kitab të parë, juve ju ka ardhur libri i parë, dhe jeni pasues të librit dhe të diturisë. Si mendoni, kush është në fe më të mirë, ne apo ky djalosh i jon, kam për qëllim Muhamedit alayhi salatu wasallam? Kush e ka fen më të mirë, ne apo Muhamedi dhe atë në cilën ai është duke na thirrë? Hebrejt duke e ditë thirrjen e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, se jetuan me atë Medinë, dhe duke e ditë devijimin e Qurayshve,
Than, pas një dyshim që feja juaj është feja me e drejtë. Ju jeni më të udhëzuar se Muhamedi, dhe ju jeni më afër neve se Muhamedi, alayhi salatu wasalam. Dhe për këtë shkak Allahu do të zbret ajeti. Tha Allahu xhalla xjalaluhu: "Alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab?" A nuk i pe ata të cilëve ju është dhënë një hise prej librit. Ata kanë një pjesë librit. Yu'minuna bil jibti wat taghut, të cilët besojnë në gjipt dhe në taghut. Wa yaquluna lil ladhina kafaru, dhe ju thonë atyre të cilët janë mosbesimtar, kurishve. Këto as dituria, as libër, as kur gjë. Këto kanë pak diçka nga feja e Ibrahimit alayhis salam. Krejtësisht pak dhe krenohen me atë gjë. Thot Allahu xhallahu ala: "Wa yaquluna lil ladhina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila." Këta, do me thonë ju kurishve, jeni më të udhëzuar se sa besimtarët, se sa pasuesit e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe kjo diplomaci, vëllezër, do të vlej për të gjithë ne dhe ne do të marrim mësim. Në rrethana të diplomacisë dhe politikës nuk bën të shkilen parimet mbi të cilat ne ndërtojmë krenarin tonë. Pse e them këtë gjë? Thjesht ne mund t'i arsyetonim ata, ose Allahu mund të t'i arsyetoj ata duke thënë, kjo është në mekam të negociatave dhe diplomacisë politike. Lejohet që ndonjëherë njeriu të përtyp disa gjëra dhe thot gjëra të cilat nuk i beson. Megjithatë Allahu, kur i kritikoi ata dhe kur i nënçmoi për qëndrimin e tyre, nuk i arsyetoi, as nuk tha që këtë që e thonë me gojet e tyre, por nuk e besojnë me zemër. Përkundrazi, tha Allahu xhelle xjalaluhu: "Ulaika alladhina la'nahumullah." Këta janë ato të cilët Allahu i ka mallkuar. Pse? Se kanë dituri dhe devijimin e qartë e konsiderojnë më afër të së vërtetës. Në krahasim me udhëzimin e Muhamedit alayhi salatu wasallam. Ulaike, thot Allahu, këta janë ata të cilët Allahu i ka mallkuar. Wa man yal'anillah falan tajid lahu nasira. E kë Allahu e mallkon, a ke mundësi që t'i gjesh atin ndihmtar? Asesi. Pjesa e fundit e ajetit, sikur është melhem për zemrën e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe sahabeve. Mos u mërzitni për takimin betej me këta njerëz, nga se këta janë të padrejtë në qëndrimet e tyre. Nëse ju i mirni sebepet dhe nëse zbatoni atë të cilën Allahu dëshiron për juve, jo me ulaja, jo me muhabetet kota, mbështetje në Allahun dhe marrje sebepeve. Nëse ai që qëndron përpara teje është zullumqar, s'ka mundësi që zullumi ati të qëndron përpara zbatimit të urdhave të Allahut dhe marrjes së sebepeve. Kjo është suneti i Allahut në tokë. Andaj Kurejshët, sikur u kënaqën me përgjigjen e jehudive dhe ju thanë atyre, nëse ju na përkrahni financiarisht, na përkrahni ka nahia juaj, ka ana juaj me njerëz dhe me diplomaci, atëherë ne do të futemi në luftë të madhe kundër Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe pas Uhudit do ta bëjmë Medinën shumë më rënd se Uhudi. Për këtë shkak vendosin që Kurejshët në krye të 4000 burrave, vetëm Kurejshët, 4000 burra dalin në luftë kundër pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, jo në fush betejë afër Medinës, periferit Mekës, mes Mekës dhe Medinës, jo, por luftat ndodhet dhe zhvillohet ku brenda qytetit pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Rezultati i gjithë betejës do ta tregojmë përpara se hyjmë detaje, është thënia e Allahu xhalla xjalaluhu: "Wa radda Allahu alladhina kafaru bighayzihim." Allahu i ktheu mosbesimtarët me gjithë mllefin e tyre. Ata kishin akumuluar shumë mllef ndaj pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe e shtonin mllefin në njëri tjetrin duke e nxit njëri tjetrin luftë kundër pejgamberit Allahut alaihi wasallam. Thot Allahu: "Wa radda Allahu alladhina kafaru bighayzihim lam yanalu khayra." Nuk morën asgjë prej mirësive. Kur nises përfituan, dolën betej dhe u kthyen të humbur krejtësisht. Thot Allahu xhallahu ala: "Wa kafa Allahu al-mu'minina al-qital." Dhe Allahu sikur e mbuloi luftën që duhej ta bëjnë besimtarët. Allahu e boni punën e besimtarëve. Nuk la që ata dalin në fush betej dhe të përballen me armikun, do me thonë sikurse përballet njeriu në fush betejat klasike. Wa kana Allahu qawiyan aziza, dhe Allahu është me të vërtet i plot fuqishëm, më krenari xhalla xjalaluhu. E kush i mbështetet Allahut, Allahu ja merr përsi për gajlet e tija.
Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte i gajlost, ishte i sikletun, ishte i mërzitet për gjendje në të cilën gjendet Medinja, dhe në këtë gjendje sulmuan Ahzab. Megjithatë, wa kana Allahu azizan qawiyan aziza. Allahu ishte i plot fuqishëm dhe më krenari xhallahu ala. Ai merr përsi për gajlet e çdo një besimtar. Pasi pajton Ahzabët, dhe kur them Ahzabët, kryesisht motivimi ka ardhur nga hebrejt e Benu Nadhirit. Po numri më i madh nuk është i tyre. Numri më i vogël i pjesëmarrësve në luftë janë hebrejt. Sa ata s'kan numër kaq të madh dhe janë shumë larg. Andaj përkrahja e tyre ishte morale, diplomatike edhe financiare. Ata do t'i nxisin fiset e Kurejshve dhe Gatafanit, që ishin dy fiset mëdha që të mbledhin trupa kundër pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Qëllimi ose synimi përfundimtar ishte hyrja e trupave brenda Medinës dhe shpartallimi i çdo kujt që thotë unë jam musliman. Ky është qëllimi. E ju mund ta paramendoni këtë gjë, që Kurejshët dalin luftë kundër një prej bijve të tyre ose kundër bijve të tyre, apo ata cilët do t'i vrasin nga muhaxhirin, janë vëllezërit e tyre, janë motrat e tyre, janë baballarët e tyre, janë djemtë e tyre. Megjithatë i patverbruar fanatizmin devijim dhe kishin vendosur që me të vërtet tani më ta shfarosin thirin e pejgamberit Allahut alayhi as-salatu wassalam. Dalin Kurejshët në krye me Ebu Sufjanin me 4.000 burra, 4.000 ushtar. Me këto 4.000 burra, ata kishin 1.500 deve dhe qindra kalorës. Përgatitja i shumë më e fortë se sa Nuhut. Dhe Nuhut morën pjesë vetëm kush? Vetëm Kurejsht. Me një numër të vogël të Ebu Amir el-Fasiq. Ai s'kishte domethënë 50 burra. Të gjithë tjerët ishin çfarë? Ishin Kurejsh. Tash 4.000 Kurejsh dhe numri i madh i ushtarëve nga fiset tjera përcaktohet numri në diku 10.000 ushtarë mirë të përgatitur. Vetëm Kurejshët 4.000. Fiset tjera, Benu Sulejm 700 ushtarë, Benu Fizara 1.000 ushtarë. E kështu me radhë, njëri fis 500, tjetri 400, tjetri 1.000, derisa numri i përgjithshëm i atyre që do të dalin në kundër pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam në betejën e Hendekut do të bëhet parafërsisht 10.000 ushtarë. Dhe muslimant, nëse e shohim gjendjen e tyre në Medinë, sidomos dy betejat e fundit dhe rebelimi disa fiseve përreth Medinës kundër muslimanëve, do ta gjejmë se Medinja ishte në kohë krize ekonomikisht dhe ushtarakisht. Plus asaj, nëse flasim dy fitnet e fundit që pa të ndodh, fitneja e akuzës së Aishës dhe fitneja mes ensarëve dhe muhaxhirinëve, gjitha këto kishin pasoja brenda shoqërisë Medinës. Atëherë kjo betejë do të vjen situatë, domethënë, më pak të volishme s'kemi pa viteve fundit brenda Medinës. 10.000 ushtarë nuk është lehtë përgatiten pa me u përhap lajmi. Kështu që një fis nga fisi Khuzaa, një deg nga fisi Khuzaa, do të dëgjon për përgatitjen e ushtrisë së Ebu Sufjanit dhe do të kuptojnë që me Ebu Sufjanin janë edhe mija të tjerë të cilët do të takojnë filan vendi dhe do ta sulmojnë Medinën. Kështu që këta ishin aleat të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dërgua një delegacion tek i dërguari i Allahut alayhi salatu wasallam. Ja Rasul Allah, bëhet fjalë për 4-5.000 Kurejsh dhe disa mijë të tjerë, të cilët janë shumë mirë të përgatitur dhe të cilët duhet ta sulmojnë Medinën brenda këtij muaji. Tash kuptohet, lëvizja e ushtrisë nga Mekja, nga vende të tjera merr kohë. Atëherë muslimanët përpara veti nuk kishin më shumë se një muaj përgatitje. Maksimumi ishte një muaj. Derisa gjithë ky numër i madh i ushtarëve të përgatitet dhe të vjen në Medinë. Kështu që pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam thirr sahabët dhe mexhlisin e tij të shurrës dhe konsultohet me ata. Çka të bëjmë nëse ata dëshirojnë që betejë të bëhet brenda Medinës? Nuk na presin filan vendi. Herën e parë i pritën ku? Nuhut? Apo dolën musliman në Nuhut? Ato erdhën në Nuhut, nuk hynën në qytet. Po tashmë ka informata që këto duan synojnë qytetin. Gjithë dhanë mendimet e tyre, derisa Selman el-Farisi radiallahu ta'ala anhu po jep mendimin e tij. I thot ja Rasul Allah, në vendin tim, kur neve na rrethonte një numër i madh i ushtarëve, ne hapnim hendek mes nesh dhe tyne.
Dhe ne u mbyllim brenda kufive të këtij hendeku. E tash nuk kina hard do të bëjna Kadir. Për ta kuptuar më mirë, ne kemi thënë që Medinja ishte rrethuar nga terene vulkanike, për shkak se Medinja është në teren vulkanik. Dhe këto vulkane kanë pëlcit disa herë në të kalumen. Dhe pëlcitja e tyre kalon gjurmë gjeografike. Kështu që pjesa lindore, kryesisht, dhe pjesa perëndimore e Medines janë me këtë teren të gurreve vulkanike. Ato nuk janë kodra të mëdha, por janë, si me thonë, gur i madh shkëmbinj, dëzi në të cilën pa mundësohet që njeriu të ecë. Mund të ecësh po ka dale. Nuk mund mbi të ecë devja, nuk mund mbi të ecë kali, është e pamundshme. E jo mo të flasim ushtri për 10.000 njerëzve. Është e pamundshme. Kështu që Medinja ishte mbrojtur nga ana perëndimore dhe nga ana lindore. Mbeten dy anë. Mbetet ana jugore dhe ana veriore. Në anën jugore Medinja ishte mbuluar me kopshte të hurmave dhe me vendbanimet e hebrejve. Mirë po tash për hebrejve nga ana jugore ka i kena vetëm Beni Qurayza, Benu Nadir dhe Benu Qainuqas janë më aty. Tamam? Na ka mbet vetëm një fis, Benu Nadir, të cilët pretendojnë që janë pjesë e marrëveshjes së Medines. Ata vazhdojnë të pretendojnë që ne jemi pjesë e kësaj marrëveshje dhe se ne nuk e kemi thyer marrëveshjen. Tamam. Këta njerëz neve na mbrojnë shpinën, mbetën vetëm një anë. Në këtë anën veriore, cili vend është? Nëse në mes e kemi xhaminë e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, veri kush është? Uhudi apo? Andaj betejë e parë, Medinë u bë ku? Në Uhud, se është e vetmja pjesë ku ushtria lirshëm mund të lëvizë. Pjesët e tjera s'mundet. Nuk ka mundësi. Andaj mbetet e vetmi teren prej së cilit mund të hyjnë Ahzab, pjesa e veriut. Edhe atë jo i gjithë veriu, për shkak se aty ka kodra, edhe aty, po mbetet një teren i hapur prej dikun 2.5 deri 3 kilometra, ku në këtë pjesë duhet hapet një hendek i madh. Andaj ne jemi të folë për diku 2.8 kilometre. Të hapjes së një hendeku, i cili do t'jetë mes Medines edhe atyre të cilët dëshirojnë ta sulmojnë Medinën. Për këtë shkak vëllezër, me hapjen e hendekut, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam dëgjon idenë e Selman el-Farisit, edhe pse e kupton sfidën e hapjes së hendekut. Për të hapur këtë hendek në Medinë sot, me gjithë teknologjinë që e kemi, merr kohë. Për shkak se Medinja është, natyra e Medinës është shkëmbore. E gjitha është shkëmb. Nuk ka domethënë rër, nuk ka zall. Shko edhe hapeni një hendek të madh. E gjitha është shkëmb. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam tash zgjedh, me sasaj ti presim ata në Medinë, apo të hapim hendekun, e merr mendimin e Selman el-Farisit. Edhe hap hendekun për 2 shkaqe. Më mirë thonë për 3 shkaqe. Shkaku i parë, që hapja e hendeqeve në luftat e arabëve nuk ishte gjë e njohur. Dhe me këtë do ta kap armikun pa përgatitur për këtë gjë. Ai nuk e pret këtë gjë. Andaj hapin hendekun, vjen armiku çuditet me diçka cilën nuk e ka pa luftat e tyre. Asnjë prej atyre 10.000. Nga se kjo ishte traditë e bizantinëve dhe persianëve. E dyta, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam do ta parandalon sulmin e ushtrisë tërsi, njësiteve të mëdha, 300 burra, 500 burra, 1000 burra, ja. Kjo është e pamundshme. Pse? Nga se gjitha anët nuk mund të lëvizet. As nga hendeku nuk mund të lëvizet. Po tamam, nëse ata sulmojnë nga ana lindore dhe perëndimore, nga pjesa e tereneve vulkanike, atëherë mund bëhet ky sulm. Po ashtu mund bëhet ky sulm në mënyrë individuale dhe në njësitë të vogla 3 deri 5 burra edhe nga pjesa jugore. Ka shtëpitë e Benu Nadir, Beni Qurayzas, edhe nga kopshtet e hurmave. Kjo mund të bëhet. Mirë, po kundërshtimi i njësiteve të vogla është i lehtë. Andaj pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam e pranon këtë rrezik. Le të vinë ato njësitë të vogla, nuk prish punë. Ne e njohim më mirë terrenin se ata. Ne jemi në vendin tonë, ata janë misafir këtu. Nuk e dinë. Për këtë shkak i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam pranon konsultimin ose këshillën e Selman el-Farisit dhe fillojnë me hapjen ose me gërmimin e hendekut.
Kur fillon gërmimi i Hendekut, tham që kjo ka ardhur në kohë krize, vëllezër. Edhe këtë duhet ta keni parasysh. Wallahi nuk dihet fukarallëk më të rënd për muslimanët e Medinës se sa fukarallëku i periudhës së betejës Ahzabit. Nuk dihet. Saqë thot El-Bara ibn Azib, ne gërmonim Hendekun dhe nuk futshim gojën ton 3 ditë ushqim. 3 ditë, mos kisht hash, edhe të hapish këtë Hendek. Kështu që i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam do të fillon të punoj bashkë me sahabet e tij. Mirë, po do ta ndaj ushtrinë e tij prej diku 3000 burra në 3 pjesë. Ensart me një anë, muhaxhirint me një anë dhe ai dhe familja e tij me një anë. Kështu që ensart do të punojnë si njësit në vete, muhaxhirin si njësit në vete, dhe pjesën e mesme të Hendekut do të punoj pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam me familjen dhe njerëzit më të afërt të tij. Thot Enesi radiallahu ta'ala anhu, doli i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në Hendek dhe i pa muhaxhirin dhe ensar duke gërmuar në një mëngjes të ftohtë. Jemi të folë mëngjes të ftohtë, Allahu a'lem. Koha në të cilën ndoshta është hapur Hendeku ka qenë marsi i vitit 627. Edhe kjo është parafërsisht. Edhe për Enesi e potencon këtë si detaj, edhe pse marsi nuk është shumë muj i ftohtë, po është prej mujve të flatshëm. Por ama thot Enesi që ftohti i kohës së gërmimit të Hendekut ka qenë i jashtëzakonshëm. Kështu që kanë ndikuar në shëndetin e sahabëve pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Thot Enesi. Thot në një mëngjes shumë të ftohtë, kur pa thot lodhjen dhe urinë e tyre, i ka pa sahabët pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam të lodhur, të raskapit, të rritur. Tha alayhi salatu wasallam, Allahumma innal 'aysha 'aysha al-akhirah. O Allah, me të vërtet jetë e realt është jetë e ahiretit. Kjo çka shohim ne nga lodhja dhe mundi dhe raskapitja, kjo është iluzion. Kjo është për atë jetë real dhe të vërtet. Allahumma innal 'aysha 'aysha al-akhirah. Dhe këtë thënie të pejgamberit tënd alayhi salatu wasallam kujtoje kur ti je në krizë, kur ti je i lodhët, kur ti je i raskapitur, kur ti je në siklet, kur ti je në ankth. Mendoje thënien e tij alayhi salatu wasallam, Allahumma innal 'aysha 'aysha al-akhirah. O Allah, jetë e vërtet është jetë e ahiretit. Tash thot pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam, faghfir lil ansari wal muhajira. O Allah, fali ensarët edhe muhaxhirt, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. E kur sahabët dëgjuan këtë thurje të vargjeve nga ana e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam, po i përgjigjen pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam gjithashtu me vargje. I than radiyallahu anhum ajma'in, nahnu alladhina bay'u Muhammada ala al-jihad ma hayyina abada. Ne jemi ata cilët i dhan besën Muhamedit alayhi salatu wasalam në xhihad derisa të jenë gjallë. Në transmetim i dhan besën në Islam derisa të jenë gjallë. Andaj kjo i nxiste shokët e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam se puna që sot e bëni është punë ahiret, jo punë dynjaje. Këtë që ju e bani është që pas 1000 e sa vjetëve të ketë burra dhe gra që do të përmendin veprën tuaj dhe thonë radiyallahu anhum wa ardahum. A nuk e themi ne sot këtë për sahabët e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam? A nuk bëjmë dua për ata të cilët ishin në këtë Hendek dhe në këtë krizë dhe në këtë mund dhe në këtë lodhje dhe në këtë raskapitje? Bëjmë dua, vëllezër. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam përkujton këtë sahabëve. Allahumma innal 'aysha 'aysha al-akhirah. Jeta e vërtet dhe realt është jeta e ahiretit. E sahabët krenohen dhe mburën duke thënë, nahnu alladhina bay'u Muhammada. Ne jemi ata cilët ja kanë dhënë besën Muhamedit alayhi salatu wasalam. Mendoje besën që ja ka dhënë Allahu dhe besën që ja ka dhënë pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam kur ka thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Nëse duam që t'u ngjajmë sahabeve dhe të shtyhemi me ta në hyrje në xhennetet e Allahut te bareke ve teala. Thot El-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, e kam dëgju në këto ditë
pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke përsëritur disa vargje të Abdullah ibn Rawahës radhiyallahu ta'ala an, i cili ish poet. E tha, po na thoshte i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma laula anta mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إذ لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. Tha, ka thonë pejgamberi Allahu sa se mo Allah mos ishe ti nuk ishim udhzu, as nuk ishim dhënë sadaka, as nuk ishim bën namaz. فأنزلا سكينة علينا, o Allah na zbrit sekine, qetësi në gjoksat dhe shpirtrat tonë. وثبت الأقدام إذ لاقينا, dhe o Allah na forco kamt kur takohemi me armikun. Qëndrimi i dikujt në fush betej, qëndrimi i dikujt në luftën e tij, në jetën e vet, nuk është se ai është i fortë. Unë e di shumë kush jam. Unë kam kalu këtë dhe kur gjan si e ti. Laula Allah mehtedejna. Mos ishte Allahu nuk ishim udhzu. Mos ishte Allahu s'kishim fal namaz. Mos ishte Allahu s'kishim qëndru. Andaj thot, Fethabbitil aqdama idh laqayna, na forco këmbët kur ta takojmë armikun. Se plot prej atyre që takon me armikun, bëjnë sabër deri në atë moment, po në momentin e takimit do psohen dhe ju priten këmbët. Kjo nga se Allahu nuk i ka fuqizuar. Kjo nga se Allahu nuk i ka ndihmuar. Vazhdon dhe thot, innal ula qad baghaw alejna. Ata o Allah janë tu na bë pa drejtësi. In aradu fitneten e bejna, e nëse ata dëshirojnë fitne dhe trazira, nëse pranojmë dhe e refuzojmë këtë gjë. Nuk pranojmë ne kushzimet e tyne. E sahabet stimuloheshin nga ky moral i lartë i pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Në kohë krize më të rëndë, del vet dhe punon fizikisht. Nga se thot, El-Bara ibn Azib e pash të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe ja pash barkun e tij duke i thurë këto vargje, dhe punonte dhe e barte dheun dhe shkëmbint me duart e tij alayhi salatu wasallam, dhe i thurë të këto vargje dhe me to i stimulonte sahabet e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Kështu që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam do të ndan sahabet në njësitë për 10 burrave. Çdo njësit do të ketë 40 arshim, 40 kuta për të gërmuar. 10 veta 40 kuta. Një kutë është parafërsisht 50 deri 60 cm. Andaj 10 veta do të kenë një distancë të cilët duhet ta mbulojnë. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam sikur ja jep secilit prej tyre ka 2 metre. 2 metre secili duhet i hap. Po çfarë thellësie, çfarë gjerësie dëgjoni. Gjatësia e hendekut pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte diku mbi 2800 metra. Pak më pak se 3 kilometra. Gjerësia mesatare e hendekut, do me thonë nga vendi ku nga ana e muslimanëve e Medinës dhe nga ana e armikut, gjerësia mesatare është 4.6 metre. Hendek i madh. Ndërsa thellësia mesatare është 3.2 metre. E 2 metre gjerësi ose gjatësi një njerë duhet të hape. Nuk është pak, ha? E sa ka zgjatë kjo, ka mos pajtim madh tek dietarët për kohë zgjatje në hapjes së hendekut. Mirë po Ibn Qayyim rahimahullah, sikur anon ka mendimi i cili thot që është parafërsisht 1 muaj. Edhe pse ndoshta mendimi më i njohur është që është 25 ditë. Kohë zgjatja e hapjes së këtij hendeku ka zgjat 25 ditë. Edhe pse Ibn Saadi ka thonë që është hap për 6 ditë, por nuk sjell argument për këtë. Po në mënyrë logjike, nëse gjykojmë logjikisht për atë që ka ndodhur, edhe pse logjika sidomos këtë betejë është shumë rënd futet, pse do ta përmendim më vonë, Allahu alem ndoshta ka zgjat mes 20 deri 30 ditëve, për shkak të punës së madhe e cila është dashur të bëhet, domethënë në hapjen e këtij hendeku. Andaj shpërndarja e punës ishte organizuar, çdo 10 veta ishin një njësit, dhe ata dihet. Sot e kryjnë ndrimin, shkojnë shtëpi, pushojnë, vinë të nesërmen punojnë. Edhe ky do t'i përmbajt njësitit të tij për gjatë kohës që hapet hendeku.
Edhe pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte një sitin e tij. Ai ishte vetë i 10. Me 9 veta tjerë. Dikush tjetër 10 veta, e kështu me radhë. Dhe të gjithë ndamë në 3 njësitë më të mëdha, ensart, muhaxhirit, edhe të afërmit e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam vëllezër, gjatë gjithë kësaj periudhës me njësitin e tij ka dalë, ka punu si një prej tyre. Jo si udhëheqës i ushtrisë, në krye të 3000 burrave. Ai dilte për ditë dhe shoqëronte ushtarët dhe shokët e tij si me që një prej tyre. Dhe kjo është cilësi dhe sifat i udhëheqësve të mëdhej përgjatë historisë. Ama për dallim nga udhëheqësit tjerë dhe pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, raporti mes udhëheqësve të tjerë të cilët ne i dëgjojmë për gjatë historisë, apo Aleksandri i Madh, ai tjetri. Raporti mes tij dhe ushtarëve të tij ishte raport interesi, frike ose skllavërie. Tek pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk ishte asnjëna prej tyre. As interesi, as frika, as skllavërie, asnjëna. Madje kush ka ardhur tek pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam, ka thonë nuk kam pa tek asnjë udhëheqës njerëz që më shumë t'i e duan dhe respektojnë udhëhecin sikurse pasuesit e Muhamedit alaihi salatu wasallam. Ai kishte mundësi që të ulet dhe t'ju thot atyre bani këtë dhe këtë. Edhe pas një problem sahabët gjithë e kishin bërë. Nuk kish nevojë vëllezër as pak të del dhe të përlyhen duart e tija me dhe të lodhet e të raskapitet ngërmimin e hendekut, sepse sahabët do ta zbatonin urdhin e tij. Megjithatë, kjo tregon për fitran e pastër të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, çiltërsinë e zemrës dhe shpirtit të tij alayhi salatu wasallam. Kjo tregon për moralin e lartë të cilin Allahu e ka lëvduar alayhi salatu wasallam. Thot Sheikh Muhammad al-Ghazali, Allah i mëshiroft, mos mendo kur se puna e dërguarit Allahut alayhi salatu wasallam në Hendek dhe mbajtja e dheut ishte thjesht një shfaqje, siç bëjnë disa udhëheqës. Nuk është kjo PR politik, dil puno, kjo nuk është shfaqje. Sepse njeriu mund shfaqet një ditë dhe 2 dhe 1 muaj dhe 2. Po pjesa tjetër e jetës, ku është? Tha jo asesi. Burria e vërtet, puna e palotshme dhe serioze në formën e saj më fisnike, po shfaqej në ecjen dhe në qëndrimin e dërguarit Allahut alayhi salatu wasallam këtë betejë. Kjo është burrni. Kjo është shfaqje e fisnikërisë së tij alayhi salatu wasallam. Dhe kjo shfaqje e kësaj fisnikërie vëllezër, siç tham, erdhi në periudhë krize dhe në periudhë të një urie së madhe. Andaj Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu thot kështu: në ditën e Hendekut, në ditët e Hendekut po gërmonim. Dhe na doli përpara një shkëmb i madh. Dhe shkum dhe u ankum tek pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam, ja Rasulullah, na dul përpara një shkëmb i madh. Dhe kazmat si bëjnë kur gjon hiç. Tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, unë do të zbres në Hendek. Dhe më pas thot pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam, i ra me kazmën e tij dhe e bani rër të rrjedhshme. E bani zall, shkëmbin e madh. Mirë po, këtu nuk është qëllimi për të tregu këtë mu'xhizet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se për këtë do të flasim në veçantë. Qëllimi është diku tjetër. Thot Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, pastaj thot u ngrit pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe zbriti në Hendek dhe në barkun e tij kishte të lidhur një gur. Dhe këtë ne shpesh e kemi dëgjuar, apo? Që sahabët lidhnin gur në bark, e ndonjëherë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam lidhte sa gurës? 2. Po ç'është dobi e lidhjes së gurit? Ha? Mos t'i thehet kurrizi. Të ndale lukti më të ha. Mos ta ndje urrin, po çajo. Po, ajo lidhet me atë, çka e tha Zahiri. Edhe të gjitha janë të vërteta. Ibn Hajeri ka përmend të 3 shkaqe. E para, kur njeriu i zbrazet barku deri në atë derexhe sa s'ka kur gjan të për disa ditë, ai përkulet. Dhe kjo përkulje e lodh atë gjatë kryerjes së detyrave, sidomos ato fizike. Kështu që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam vendoste gur, shkëmb, gur pak më të madh,
që t'ja pa mundëson për kuljen e ti dhe ta mban shpinën drejt. E dyta, thot Ibn Hajeri, është ajo që u përmend pak më herët, që ftohtësia e gurit e shuan ndjesinë e urrisë. Nuk e bën të mendojë rreth reaksioneve të lukthit edhe sistemit metabolik. Mirë po, Ibn Hajeri ka përmend edhe një aspekt shpirtëror. Asnjë fizik apo mjekësor. Ajo është se tregon fukarallëkun e njeriut për Allahun. O Allah, nuk kam çfarë të fus në bark. E kam lidh gur rreth barkut tim. Andaj pejgamberi Allahu sa ka shku deri në këtë drejtë, saqë edhe në këtë situatë dhe në këtë pozitë të tregoj fukarallëkun e tij për Allahun xhella xhelalu. Jabir ibn Abdillah e sheh liderin e tij, e sheh pejgamberin e tij, e sheh shembulltyrën e tij, e sheh njeriu më të dashur në jetë, zbret në hendek dhe ja sheh gurin e lidhur për barkun e tij. Sallallahu alaihi wasallam. Andaj tha Gjabiri radiallahu ta'ala anhu, ne kishin 3 ditë pa shijuar asnjë ushqim. Atëherë thot i dërguari Allahu sasem, e mori dhe e goditi shkëmbin dhe ai u kthye në rrër të butë dhe të rrjedhshme. Thot Enesi radiallahu ta'ala anhu, na sillnin një elb për të hangër. Muhaxhirët dhe ensarët thot gërmonin hendekun rreth Medinës dhe atyre gratë dhe fëmijët do t'u sillnin një elb. Tamam, elbi nuk prish, elbi është prej drithnave të cilat i han njerëzit. Po shiko cilësinë e elbit. Thot na sillnin një njësit të madh, një grusht elb. Çkaç? Një grusht elb. Na sillnin një grusht elb i përzien me yndyrë të vjetër, që kishte erë, trand dhe pamje shumë të keqe. Po ishin aq të uritur, sa që askush nuk shikonte as pamjen e as erën e yndyrës. Qatë elbin, qatë bukën e elbit, me këtë yndyrë me erë të keqe dhe me pamje shumë çmtuar. Qatë e kanë hangër. Se 3 ditë kur gjo s'ki e tash. E gjithë kjo, me gjithë këtë, ekziston e presioni psikologjik që armiku dita ditës po afrohet drejt Medinës me një numër të madh të ushtarë. Ajo e cila e ka shtuar sikletin e muslimanëve brenda Medinës dhe gjatë procesit të hapjes së hendekut ishte qëndrimi i 2 grupeve tjera veç muslimanëve brenda Medinës. Beni Quraidhës edhe munafikëve. Për Beni Quraidhën do të flasim në veçanti. Mirë po munafikt dilnin me muslimant që të gërmojnë, po iknin nga vendi i punës pa leje nga udhëheci dhe pa leje nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam thoshte, linin e tikim. Po s'na duhet munafiku në radhët tona o vëllezër. Çka se hajde a bëjë një kazë më shumë. Andaj ne ndonjëherë mërzitna për mos prezencët e disa njerëzve të këqij në radhët tonë, sa ai mund bëjë edhe një punë të madhe. Por realiteti është që dëmi i atij me prezencën e vet është shumë më i madh se sa disa punë që ai mund t'i kryejë. Andaj pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam asnjënit prej tyre një llaf nuk ja ka thënë. Pse erdhe, pse shkove? Sahabët nuk guxonin natën të shkojnë, kur e kishin radhën të jenë në hendek, natën. Dhe kush ka shku me leje, është ngushtu shumë. Ja Rasul, Allah kam urgjencë, megjithatë është ngushtu. Si t'i la vëllezërit e mi në këtë gjendje? E unë shkoj te familja jem, e unë shkoj tek punët e mia. Andaj ndjenja e besimtarit dhe kuptimi i rrethit në cilin ai është shumë e madhe për ne o vëllezër. Për këtë shka, kur dikush prej nesh, dhe ne e dim se është i mirë, shkon thjesht për arsye të thjesht, neve ai na dhim se ju ngjan atyre të cilët s'ban të jenë mesin tonë. Themi o vlla, kontrolloje pak shkumen atje, edhe qëndrimin tonë të mesin tonë. Ku është balansi? E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam munafikt as pak si ka qortu. As një llaf s'ua ka thënë. Po sahabet, po i ka qortu. Edhe ua ka shtrëngu do njerë çështjen e largimit të tyre nga hendeku. Ja, s'ke drejt. Po ata liri shko. Ai pa leje ka shku. Ti pa leje shko. Nuk prish punë. Po ky tjetri ja. Ka se ky e dim që e ka brumin e mirë. Ky e dim që është i mirë dhe i pastër.
Po ja që dobësi, problem, angazhim, preokupim, njeri si kurse gjithë njerëzit. Po kur shpeshtohet duhet me i thonë o vlla, edhe ne i kena punë tona. Apo? Po ne jemi këtu. Edhe ky tjetri i ka punët e vet. Po kjo asnjëherë s'ka mungu. Pse? Elusë Allahun xhallahu ala që Allahu të na bëj prej besimtarëve të sinqert. Pasues të denjtë të sahabëve pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam, me detaje tjera rreth kësaj betejë. Takohemi javën e ardhshme inshallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu